Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit mars për shenjën e peshqve. Peshq si jeni, si ndjeni, si po ja kaloni në këto kohë. Marsi vërtet është sezoni juaj, po marsi këtë vit ka shumë intensitet. Duke filluar nga data 2, Marsi vet, planeti që pikërisht ka marrë emrin muaj nga ky planet, është planeti që lidhet me luftën, me agresivitetin, lidhet me mënyrën se si ne veprojmë, se si marrim ato iniciativat, se si e mbrojmë veten tonë. Futet në shenjën tuaj në peshk me datë 2 dhe më pas me datë 3 kemi hënën e gjakut ose eklipsin e hënës së plot në Virgjëresht, që është shenjë kundërt me ju. Dhe kjo do t'ju prek tek marrëdhëniet në çift, sidomos dashuria. Kush është në një marrëdhënie në çift ose do të bëheni më të fortë me njëri tjetrin, do t'ju hapen syt, do ta kuptoni se kush ju do realisht, kush ka ndjenja të sinqerta. Mund të ndodhin gjatë kësaj kohe njohje të reja, një person që ty të ka vrojtuar ose ka pas pëlqim për ty, ka pas interes, admirim, do të marrë një hap, do të marrë një iniciativë të deklarohet, ose në anën tjetër pastaj më ekstremin, çiftet mund të kenë probleme, mund të zbuloni një tradhti, kush ka dyshime sidomos, sepse energjia e eklipsit është 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, nëse keni pasur ato pikpyetja, ka diçka apo më tradhton partneri ose partnera, do zbuloni të vërtetën me datë 3 në javën e parë të marsit. Mund të zbuloni pastaj edhe diçka që lidhet me persona që ti ke marrëveshje pune, që ke një kontratë pune, që bashkëpunon, njerëz që ti takon në përditshmërinë tënde dhe ke kontakt, ose do të zbulosh janë njerëz që vërtet të duan të mirën edhe mund të të ofrojnë diçka shumë të mirë, një gjë që ty të ndryshon jetën, ndodh diçka për mirë për ty, për të ardhmen tënde, ose në disa raste pastaj për disa peshq varet energjia e eklipsit, varet edhe nga çfarë ti ke bër muajt e mëparshëm, çfarë si e sjell, çfarë vendimesh ke marrë, çfarë iniciativash e gjithçka tjetër. Në disa raste mund edhe të zhgënjehesh. Mund të zhgënjehesh, mund të mërzitesh, mund të duket sikur dikush të tradhton, të ngul thikën mbas shpine, një person që ti ke besim edhe ke menduar që është person i afërt, në fakt të del që ka komplet plane dhe interesa të tjera. Çfarëdo qoftë situata për ty në mënyrë specifike, gjithmonë eklipset janë periudha, mendoj, si një uragan që vjen në jetën tënde që të shkund, të të hap syt, kush je ti realisht, kush je ti në raport me partnerin ose me partneren. Nëse ti ke qenë në gjumë për një kohë të gjatë, ke besuar, fjalë, ëndra, premtime, fantazi, do të hapen syt tani, do thuash kush është realiteti i jetës tënde, i kësaj marrëdhënie, a ka të ardhme, a ja vlen, a ke ti lumturi në këtë marrëdhënie, a i ndjehesh ti si person i plotësuar ose e plotësuar në këtë raport. E vërteta do të jetë e padiskutueshme, do të jetë një nga ato momentet që është shumë pozitiv për ju si peshq, se ju përgjithsisht jeni pak konfuz, peshqit kanë atë tendencën që i shohin gjërat në të dy, se jeni shenjë ndryshueshme, dy peshq që ti shikon edhe të mirën edhe të keqen, thua po mirë edhe kjo, edhe kjo, edhe kjo. Çfarë do ndodh rreth eklipsit do jetë e qartë, nuk do kesh nevojë ta vësh në pikpyetje, do ta shohësh realitetin për atë që është. Edhe shikoj që është do t'ju hiqet pak ajo pjesa e naivitetit ose e gënjeshtrave që ti vetë mund t'i kesh thënë vetes tënde, edhe se mos ndoshta është situata ndryshe, se mos ndoshta ja ky person ka nevojë edhe për pak kohë, se ka probleme, tani ka strese, po gjërat do ndryshojnë. Java e dytë sidomos do të jetë një javë ku kemi dhe me datë 7 mars do të ndodh bashkimi i diellit me Mërkurin. Dhe dielli me Mërkurin tregon identitetin tënd, kush je ti si
si pesh, karakterin tënd dhe mënyrën se si dhe mendja jote do filloj të bëj llogarit për interesat e tua. Se shpesh keni tendencën ju sidomos më shumë se shenjat e tjera që jeni vetëm bini viktimë e personave të tjerë duke vendosur gjithkënd përpara vetes tuaj. Dhe java e dytë do të thotë jo, filluar nga data 7 e mëtej, jo, mendo për veten, çfarë është më e mira për ty, çfarë të lëvërdis ty, bëj llogarit për interesat e tua, ti t'jesh i kompletuar si person. Mos beso më me naivitet, mos i qëndro fjalëve që të tjerët thonë dhe nuk dalin asgjë kundi, mos qëndro më në pritje, ngri zërin, lufto për atë që është e drejta jote. Mërkuri është i kthyer në këtë kohë nga data 1 deri me datë 20, prandaj këto janë gjëra që ti fillimisht do t'i kesh si biseda brenda vetes tënde, në mendjen tënde. Do thuash jam lodhur, jam mërzitur, këto gjëra më ndodhin vazhdimisht, tani duhet marr një iniciativë përpara, tani duhet të pres këto gjëra që këto kontakte me këto njerëz, të ndryshoj unë vetë për veten time, për të mirën time, të mos qëndroj më në këtë mentalitetin e viktimës edhe të ecë përpara. Peshqit kanë shumë potencial, jeni një nga shenjat që keni potencial të jashtëzakonshëm, por për ju që të arrini potencialin, numër 1 është menaxhimi i emocioneve, më shumë se asnjë shenjë tjetër. Ju duhet kontrolloni emocionet. Nëse ti arrin në një pikë të jetës tënde ku nuk udhëhiqesh vetëm nga instinkti, nga impulsi, nga epshi, nga dëshira, nga euforia, dhe arsyeton, logjikon, ju jeni persona që mund të arrini shumë, qoftë në aspektin profesional, për sa i përket parave, të akumuloni pasuri, po jeni edhe njerëz me një botë të madhe dhe shumë të pasur shpirtërore që mund të ndihmoni edhe të tjerët me mençurinë dhe me dijen që ju keni brenda vetes, që e keni të natyrshme. Dhe pse janë kaq të rëndësishme këto 2 javët e para pesh, sepse në javën e tretë me datë 19 kemi hënën e re në shenjën tuaj, në peshk. Dhe kjo hënë e re të thot, i hape syt, e pe se çfarë të vërtetë është nxori eklipsi, tani fillon një cikël të ri. Tani fillo komplet pa menduar më për asgjë që ty të rëndon. Tani beso që Zoti, universi, ti solli ato mesazhe për të mirën tënde, që ti të kesh mundësi të çlirohesh nga barat, të çlirohesh nga negativiteti, që ti t'jesh mirë. Kjo është një gjë shumë pozitive. Hëna e re në shenjën tënde e para të kërkon që të bësh një pastrim banjë shpirtërore, kjo është koha më e mirë për një cikël komplet të ri, të mbar, një kohë shumë e mirë për të medituar, një kohë shumë e mirë për të manifestuar, shumë e mirë. Në aspektin energjetik është fillimi i vitit në një farë mënyre për peshqit, sepse është hëna e parë e vitit në shenjën tuaj, ndaj kjo është koha më e mirë për të manifestuar. Nëse keni mundësi me datë 19 që t'jeni edhe në një vend bregdetar ose afër një liçeni ose afër një lumi, akoma më mirë. Mendoje si një ritual, si një date që ti e ke me veten tënde, pra një takim që ti e vendos për të takuar me veten tënde, me shpirtin tënd. Pa njerëz të tjerë, shko diku nëse ke afër vendit ku banon, një vend që është park, që ka natyrë dhe ka ujë, reflekto, medito, shkruaj nëse të vjen të shkruash diçka, mbaj shënim ose pikturo, merr një kohë për ta parë jetën tënde, për ta imagjinuar jetën tënde si do ishte idealja që ti do doje për vete në këtë fazë të jetës ku je, çfarë do doje të ndryshoje, nëse ti do e kishe këtë aftësim pikërisht për ta vizatuar jetën tënde dhe ai vizatim do bëhej realitet, si do ishte? Jepja këtë kohë vetes, se shikoj që nuk do keni të dëshirë të punoni shumë në këtë kohë, ju shoh të lodhur, ju shoh pa motivim,
Shikoj që njerëz në punë mund të ngacmojnë pak në javën e tretë, nuk ke durim fare për kolegët, për njerëzit, për këtë rutinën e përditshme. Nëse ke mundësi të marrësh pak kohë pushim nga puna, do ishte shumë mirë. Pesh nëse ke mundësi të marrësh disa ditë leje, të shkëputash, aq më mirë. Dhe do vi momenti pastaj që ti do dalësh nga kjo ngarkesë, po jepi kohë vetes tënde dhe java e fundit pastaj është një javë komplet me energji tjetër, se këtu ju shikoj shumë më luftarak, shumë më të vendosur, mbyllet sezoni juaj me datë 20, futemi në sezonin e dashit, edhe ju do ta ndjeni pak atë agresivitetin edhe me të tjerët. Të tjerët do jenë goxha agresiv, goxha sulmues ndaj teje. Shpesh njerëzit i nënvlerësojnë peshqit, ju shohin si persona që do humbeni, nuk do ja dilni dot, nuk dhe kur arrini të triumfoni mbi atë çfarë të tjerët mund të imagjinojnë, mund të mendojnë, habiten ata atëherë fillojnë edhe të kritikojnë, që i vrejtje, gjëra, situata të tjera, por është shumë e rëndësishme që ti të mbrosh pozicionin tënd. Është shumë e rëndësishme që ti ta kuptosh që këto fjalë që do të vinë nga xhelozia, vinë nga inati, të mos fokusohesh tek ajo dhe të kthesh sërish atë vëmendjen tek gjërat që ti po bën për mirëqenien tënde, për të mirën tënde. Edhe nga orakulli i gjelbër, mesazhi për ju thot wholeness, pra të jeni të plotësuar, të plotësohesh ti si person, si individ. Dhe numri 33 është maksimumi në aspektin spiritual. Pra në këtë fazë të jetës ku ti je, nuk është më koha për të bërë kompromise pesh. Hajtë se po toleroj këtë gjë, hajtë se po toleroj këtë tjetrën. Jo, ti mund t'i kesh të gjitha, mund t'jesh i kompletuar si një person në të gjitha opsionet, në të gjitha drejtimet. Mos prit më. Ti vetë duhet punosh për të arritur këtë plotësimin për gjithçka, për çdo gjë. E kjo që do të vi, thash është muaj pak i vështirë, është muaj pak me ngarkesë, por është edhe një nga ato muaj shumë të rëndësishëm që lën gjurmë dhe nëse menaxhohet siç duhet energjia, pa e parë si pa kaluar në viktimizim, thash vetëm me kontrollin e emocioneve, ju mund të dini shumë të fituar nga të gjitha këto stuhit e ndryshme të Marsit. Unë ju uroj gjithë të mirat, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos u mbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Dhe nëse doni të mësoni të lexoni vetë letrat tarot dhe letrat e orakullit, të dyja pakut mund t'i porosisni nga websajti im ose në etsy.com. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.